Me 11 vota pro, Këshilli i Lartë i Prokurorisë votoi për Joni Ketën si drejtuesi i ri i Byros Kombëtare të Hetimit, institucioni i cili në bashkëpunim me prokurorinë e posaçme heton krimin e organizuar dhe korrupsionin. Në këto kushte Joni Keta do të drejtojë BKH-n për 5 vite të ardhshme. Keta ishte kandidati i propozuar nga treshja prokurorëve të posaçëm, Altin Dumani, Arben Kraja dhe Behar Dibra, ku pas një procesi të gjatë përzgjodhen atë pas verifikimeve, testimeve dhe intervistimeve në mesin e 13 kandidatëve që konkuruan për të marrë drejtimin e asaj që konsiderohet si FBI shqiptare. Gara për kreun e ri të BKH-s nisi që në muajin gusht me përfundimin e mandatit të Aida Hajnaj. Joni Keta ishte deri tani zëvendës drejtor pranë BKH, post që e mori vitin e kaluar. Më herët ai ka shërbyer si oficer i policisë gjyqësore në ish prokurorin për krime të rënda dhe më pas në SPAK. Procesi përzgjedhjes për kreun e ri të BKH-s është monitoruar nga ndërkombëtarët dhe partnerët e huaj të drejtësisë.